Janë përmbyllur dëgjesat publike në kuadër të hartimit të projekt buxhetit të vitit të ardhshëm të Bashkisë SMAT. Drejtuesit e pushtetit vendor u ndalën në njësinë administrative Rukaj, kryetari në detyrë i Bashkisë SMAT Myslim Zeneli, në prani të kryetarit të zgjedhur Altin Bojni dhe deputetit Agron Malaj, tha se prioritet në këtë njësi administrative mbetet përmirësimi i infrastrukturës rrugore, në shtrimin me asfalt të disa rrugëve, përmirësimi i sistemit të ujit të pishëm, ativa ditës dhe investimet në shërbim të zhvillimit të turizmit. Rukaj ka përparësi rrugët. Do të përfundojmë shpejt asfaltimin e segmentit të Bruçit deri në Rukajve dhe do ta shtrim në fazën e dytë dhe pjesën tjetër të atyre të cilëve nuk ju ka vajtë deri sot. Sigurisht në këtë përkujdese do të ketë vend veçantë edhe për stabilizimin e ujit të pishëm. Në vazhdim ne duhet të them që shkolla e Bruçit është shkollë problematike për ne dhe ne jemi në kërkim të një fondi për ta restauruar dhe për ta ribërë nga e para. Shpresojmë që do të dalë. Ne sigurisht në projekt zhvillimin e vitit 2026 kemi dhe projekte të tjera për t'u ndihmë sociale familjeve dhe njerëzve me probleme të cilat edhe në komunën tuaj ka vend të trajtuar. Për shembull ne kemi një projekt zhvillimor për ndërhyrjen në Çati. Ndërhyrjen në Çati sigurisht flasim për ato familje sociale që kanë probleme në tavë. Për t'u ndihmë 5-10 nuk e di sa të çojmë parasysh në bashkëpunimin e administratorit bashkë me kryetarin e Bashkisë. Kemi shumë dëshirë që edhe çështjes së furnizimit me ujë vaditës të ndryshojmë disa gjëra të cilat janë të mundshme. Dëgjesa e fundit publike për buxhetin e vitit 2026 u zhvillua me banorët e lagjes Partizanit të qytetit të Burrelit. Në takimin me banorët e kësaj lagje, kryetari në detyrë i Bashkisë SMAT tha se do të vijojnë investimet në zhvillimin urban të qytetit të Burrelit, ku përmendi hapësirat publike, sistemin kapot të pallateve të tjerë. Po ashtu Zeneli u shpreh se vëmendje të veçantë do t'i jepet edhe investimeve në objektet arsimore në qytet dhe atyre të kulturës. Përkushtimi i Bashkisë do të vazhdojë të mbetet për kujdesja dhe rritja e cilësisë së investimeve në fushën e infrastrukturës. Tu sigurisht vend të parë tani në qytet zë mobilimi urban, stabiliteti me ujë të pishëm besoj tani ka marrë rrugë, për kujdesja për numrin e pallateve dhe të cilat është investuar të përfundojmë në 8 të tjera që janë në projekt. Do të vazhdojmë në disa objekte të tjera shumë të rëndësishme të kulturës dhe artit, siç është shtëpia e kulturës, siç është ajo e përfundimit të shtëpisë oficerave. Po mendojmë pallatin e sportit, po mendojmë për kineman, jemi në negociata për gjithë burimet e investitor. Të gjitha këto janë në sajt seriozitetit të cilët Bashkia MAT i shef problemet shqetësuese që ka qyteti. Ndërkohë, lidhur me paketet fiskale ne nuk do ta ndryshojmë, do të qëndrojmë në ato nivele që kishim. Do përpiqemi të jemi më eficient në komunikimin me gjithë qytetarët. Paketa fiskale vitit të ardhshëm mbetet e njëjtë me të vitit 2025.